Nga Migena Aleksi. Pas debatit të hapur nga shkrimi i mëparshëm në dita mbi procesin e përzgjedhjes së drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit BKH, shkrim që u dëmtua gjatë sulmit kibernetik ndaj faqes tonë online, redaksia po rikthen në vëmendje thelbin e problemit, pasi ndërmori një hap zyrtar për transparencë. Bëhet fjalë për një kërkesë formale drejtuar Këshillit të Lartë të Prokurorisë, KLP, për vënie në dispozicion të gjithë dokumentacionit të procesit të përzgjedhjes. Kjo çështje lidhet ngushtë me standardin e procedurës dhe besueshmërinë e filtrit për një nga postet më të rëndësishme të arkitekturës së re të hetimit penal. Çfarë ngriti pikpyetje procesi i përzgjedhjes? Në analizën e publikuar më herët, u evidentuan disa elemente problematike që kërkojnë sqarim institucional. Procesi i përzgjedhjes jo më kot kelon në disa faza testimi dhe vlerësimi. Rezulton se në fazat paraprake ekzistonte një renditje meritore e kandidatëve, por në fazën përfundimtare rezultoi një renditje ndryshe nga ajo e fazave të mëparshme. Ka mungesë të plotë të një arsyetimi të detajuar publik mbi mënyrën se si u reflektua rezultati i fazave të para në vendimin final. Dita posedon të dhëna serioze ku duket qartë se ka patur përmbysje të renditjes që kanë sjellë edhe qëndrime brenda komisionit të përzgjedhjes. Këto janë pikpyetje procedurale që kërkojnë përgjigje të dokumentuara. Në një proces ku integriteti dhe meritokracia janë thelbësore, transparenca është detyrim. Për këtë arsye, redaksia i është drejtuar zyrtarisht KLP-s me një kërkesë për informacion në mbështetje të ligjit numër 119/2014 për të drejtën e informimit, duke kërkuar vënie në dispozicion të dokumentacionit të plotë të procesit. Kërkesa përfshiu proces verbalet e mbledhjeve të komisionit të përzgjedhjes për të gjitha fazat e vlerësimit, tabelat e renditjes së kandidatëve pas çdo faze, arsyetimet me shkrim për çdo ndryshim të renditjes nga fazat paraprake në vendimin final, shënimet dhe vlerësimet individuale të anëtarëve të komisionit që kanë ndikuar në vendimmarrje, vendimin përfundimtar të KLP-s dhe relacionin shoqërues, aktet që përcaktojnë peshën e secilës fazë dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve. Qëllimi ynë është të verifikohet nëse renditja meritore është respektuar sipas rregullave të shpallura. Institucionet e reja të drejtësisë janë ndërtuar mbi premtimin e standardit dhe besimit publik. Pikërisht për këtë arsye, proceset e tyre duhet të jenë të hapura ndaj verifikimit. Nga diskutimet konstatohet gjithashtu një tendencë për ta mbyllur sa më shpejt shqyrtimin e propozimit me hapësirë të kufizuar debati, ndërkohë që në disa ndërhyrje, niveli i argumentimit nuk i përgjigjet peshës dhe seriozitetit që kërkon trajtimi i një posti kaq të rëndësishëm për arkitekturën e re të drejtësisë. Arkitekturë që dita e ka mbështetur dhe vijon ta mbështesë me shpresën e madhe që ka gjithë shoqëria për ndryshim. Redaksia do të vijojë mbulimin e çështjes mbi bazë.